Ajo më vodhi votat festivali i RTS-s, Elsa Lila akuza ndaj Albina Kelmendit e bëra të famshme. Hakmarrja është një... Këngëtarja Elsa Lila ka hedhur akuza të forta ndaj artistes Albina Kelmendi, e cila i rëmbeu çmimin në Fest 61 dhe shkoi në Eurovision me duje. Elsa Lila pretendoi se rivalja në garë, Albina Kelmendi, e cila ka qenë pjesë e skuadrës së saj në The Voice of Albania në 2014, ku zuri vendin e dytë, i kishte vjedhur votat e publikut. Elsa Lila, e cila u rikthye pas 25 vitesh në festivalin e këngës, u vlerësua me çmimin e parë nga juria, por votat e publikut për të shkuar në Eurovision i fitoi Albina dhe familja e saj Kelmendi. Ju mendoni që mu dha haku që meritoja? Tha ajo, e ftuar në një podcast, duke shtuar që mendoj që jo, ç'publik. Artistja shtoi që sipas saj provat janë që votat u blen, ndërsa theksoi se atë çështje do e kisha çuar shumë larg, por se bëra, referuar gjykatës. Elsa Lila theksoi se është e ndershme dhe se nuk do të donte të bënte skandal, teksa shtoi se Albina Kelmendin, duke ju referuar drejt për drejt me emër, e bëra në vitin 2014 me duart e mia, me diturinë time dhe me artin tim, i njëjti person. Të kem pak kujdes nga gjykatat, sepse funksionojnë këtu në Shqipëri kur duan. Hakmarrja është një pjatë që serviret e ftohtë, tha ajo. Sepse kemi prova të shumta empirike dhe fizike, flas me gjuhë penaliste, prova empirike që nuk kanë qenë kështu. Provat janë që votat janë bler nga publiku pafund. Atë çështje do e kisha çuar shumë larg, por nuk e çova. Që unë mundësit i kam të shumta, duke qenë se kam në familje avokat. Kisha fare kollaj që provat që kisha që ta bëja këtë çështje të rëndësishme. Jam mësuar që të mos merrem me polemika, por të merrem me punën time, me talentin tim dhe t'i ofroj publikut atë për të cilën unë kam lindur dhe për të mos i dhënë rëndësi akoma më shumë atij skandali që dikush tjetër bëri. Unë jam Elsa, di të bëj atë që bëj, jam e ndershme. Dhe historiku e tregoi që unë nuk i vodha votat, por dikush tjetër e bëri. Unë nuk e bëra skandalin për të mos ta bërë për herë të dytë akoma më të famshëm atë njeri që e bëra në vitin 2014 me duart e mia, me diturinë time dhe me artin tim, i njëjti person. Të kem pak kujdes nga gjykatat, sepse funksionojnë këtu në Shqipëri kur duan. Hakmarrja është një pjatë që serviret e ftohtë, tha ajo.